Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në podcastin Let's Talk Climate. Sot kemi një të ftuar special, inxhinierin Arduen Karagjozi, i cili vjen me një eksperiencë disa vjeçare, mbi një dekadë, në menaxhimin e burimeve ujore, në parafrimin e legjislacionit, e të kuadrit ligjor institucional për sa i përket direktivës së ujrave, të përmbytjeve, ku do të flasim gjërësisht në këtë episod, do të flasim për rrezikun e përmbytjeve, erozionin bregdetar, sigurisht ndikimin e ndryshimeve klimatike, se si impaktojnë ndryshimet klimatike këto dy aspekte që ne prekëm, zgjidhjet alternative, green dhe grey, eksperiencat e mira ndërkombëtare, por para se të kalojmë aty, Ardueni besoj që do na flasi gjërësisht, shkurtimisht, gjatë, edhe për përvojën e tij si në sektorin publik, edhe në sektorin privat. Mbaj mend pak më përpara që ju keni qenë edhe një drejtori i departamentit të menaxhimit strategjik pranë Ambut, nëse do dëshiroje që ta elaborojë më tej përvojën tuaj, sikurse edhe përvojën akademike, duke qenë lektor mbi 5 vite pranë Universitetit Politeknik, duke mbuluar hidrologji, aspekte hidroteknike, dhe të uroj mirëseardhjen. Arduen, faleminderit. Faleminderit Besa për ftesën. E vlerësoj shumë, pak a shumë biles më bëhet qefi që ju pak a shumë e përmbledhët atë rrugtimin tim. Unë kam nisur nga niveli bazë në karrierën time si inxhinier hidroteknik duke punuar në një studio projektimi për një vit dhe pastaj pas 2 vite e gjysmë në Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore, ku ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme me njohjen e terrenit, pasi më është dhënë mundësia që të monitoroj gjithë hecet e vogla dhe kontratat e dhënë në këtë periudhë, të cilat patjetër janë në skajet më të fundit të Shqipërisë. Më pas 2011 kam punuar te Ministria e Mjedisit në sektorin e burimeve ujore si specialist, më pas si përgjegjës sektori. Më pas është bërë transferimi i sekretarit teknik të Këshillit Kombëtar të Ujit nga Ministria e Mjedisit në pranë kryeministrit në atë kohë, nisëm për t'i dhënë prioritet të ujit, ku isha si fillim drejtori i drejtorisë së ekselencës, ku përpoqem në atë kohë të bërim një program kombëtar sektorial për sektorin e ujit, një dokument avangard do thoya për kohën, që i paraprin edhe SDG-ve në atë kohë për integrimin e të gjithë masave që vinin nga dokumenta strategjik të ndryshëm për sektorin e ujit. Më pas në 2018 për herë të parë themeluam me ca ndryshime ligjore, themeluam Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore, një institucion nivel kombëtar, ku shtrihet edhe me zyra lokale për menaxhimin e baseneve dhe me fokusin kryesor për afrimin, po edhe zbatimin e kërkesave të direktivave të BE-s në sektorin e ujit. Kjo ka qenë pak a shumë rrugtimi im. Në të njëjtën kohë kam qenë për gati 5 vite në Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit në degën e hidroteknikës, ku kam dhënë për 5 vite seminaret e hidrologjisë për studentë e hidroteknikës dhe mjedisit. Kjo është pak a shumë, kam një rrugtim të gjatë, i kam kaluar të gjitha nivelet edhe jam rritur si thua në sektorin publik dhe privat. Navigimi i gjatë dhe lundrimi i gjatë në menaxhimin e burimeve ujore. Arduen, do kalojmë paksa edhe te pyetja e parë, si e shikoni këtë problematikën e erozionit bregdetar, rrezikun e përmbytjeve, nëse ka një korrelacion të drejtë për drejtë ndërmjet zonave më me rrezik, më me risk për përmbytje dhe zonave më me risk ose më të prekura të impaktuara nga erozioni bregdetar, ndryshimet klimatike, si janë identifikuar së fundmi këto rreshjet, këto indikatorët, nëse shikoni ndonjë lidhje ndërmjet ndryshimeve klimatike, erozioni bregdetar, sigurisht edhe rrezikut të përmbytjeve, duke qenë se keni qenë në krye të këtyre strategjive për sa i përket planeve ndaj rrezikut të përmbytjeve. Po, në kontekstin ligjor, brigjet konsiderohen pjesë e burimeve ujore, pra nuk është sepse që sipas ligjit vetëm burimi ujor është konsiderohet si i tillë, por edhe brigjet janë pjesë integrale e burimeve ujore. Dhe në këtë kontekst ato janë pronë publike
dhe pronësia e tyre është e patjetërsueshme, sipas ligjit për menaxhimin e burimeve ujore. Kjo është hapi një në kontekstin e menaxhimit territorial të këtyre hapësirave. Patjetër që ndryshimet klimatike sot janë një fakt, neve i përjetojmë për ditë. Unë do thoya që burimet ujore janë elementi më i prekshëm ku mund të materializohet ky ndryshim. Dinamika e brigjeve është e lidhur ngushtësisht me dinamikën e sedimenteve në vetvete. Neve kemi 7 lumenj kryesor, të cilët derdhen në det. Jemi një vend pritës në raport me vendet fqinje. Pra pellgu i mbledhës që neve kur ujërat tona rrjedhin është më i madh se territori i vendit, gati 1/3 e burimeve është e pozicionuar jashtë. Në një farë mënyrë jemi të impaktuar nga aktiviteti nga anë e tyre. Dhe të gjitha këto zhvillime kanë një ndikim në dinamikën edhe të vetë Bregdetit. Historikisht, bregu i detit është në lëvizje, nuk ka qenë asnjëherë një diçka që është stabil, pasi është pjesë e natyrës dhe Dinamika dinamikës. Lidhet me sasinë e sedimenteve që vijnë nga lumenjt, po dhe me mënyrën se si reagon gjithë bregu i detit në vetvete kundrejt erave të forta, kundrejt dallgëzimit, kundrejt eventeve ekstreme sa i përket shkarkimeve të mëdha nga lumenjt, ose neve kemi disa nga lumenjt të cilat historikisht kanë ndruar rrjedhën e tyre. Nëse mund të flasim për të shohim hartat historike të grykderjeve të lumenjve, është qartësisht që ka një dinamik shumë të shpeshtë edhe të vogël, si thua, në vite nga grykderdhja e mëparshme. Lumi Buna dihet që ka qenë i ndarë më përpara nga Drini në vitet 1856, në mos gaboj, ka ndodhur një përmbytje e madhe e cila ka nxjerr jashtë toje Drinin e vjetër, që është Drini i Lezhës, dhe ka bashkuar Drinin me Bunën sot. Patjetër që kjo ka dhënë një ndryshim të madh në morfologjinë, po edhe vijën bregdetare. Lumi Shkumbin ka ndryshuar grykderdhjen në vitin 95 dhe neve sot shohim efektet e këtij ndryshimi, ku nga studimet kuptohet që laguna e Divjakës është duke humbur deri diku funksionin e vet, pasi toka po avancon kundrejt toka avancon kundrejt detit, si rezultat patjetër i dinamikës të sedimenteve që vijnë nga lumi, por edhe ndryshimit të mënyrës se si deti pastaj godet edhe lëviz pjesën e bregdetit. Lumi Vjosa në të shkuarën ka qenë i zhvendosur më në veri, ka qenë shumë pranë lumit Seman, dhe lumi Seman ka pasur të dinamikat e veta. Këto janë gjurmë që ne i shohim sot edhe në teren, po të shkojmë po dhe nga hartat e Google-it dhe nga ato që Asigu paraqet sa i përket hartave historike. Janë të evidentueshme transformimet dhe lëvizjet dinamike. Janë të evidentueshme. Institucioni i cili monitoron drejt dinamikën e këtyre brigjeve është Shërbimi Gjeologjik Shqiptar, i cili prodhon një raport vjetor me tendencat që kanë pjesa bregdetare, duke qenë se flasim për pjesën bregdetare. Dhe të gjitha këto konkluzione duhet më pas të përkthehen në veprime nga institucionet e tjera, të cilat kanë funksione të caktuara me menaxhimin e vijës bregdetare, nisur që nga planifikimi urban, që nga zhvillimi i bizneseve zonale, ku vetë bashkitë, po edhe Këshilli Kombëtar i Territorit ka autoritetin për të zhvilluar në kontekstin urbanistik, po dhe në kontekstin e menaxhimit të burimeve ujore, ku faktorët që vijnë nga toka dhe transferohen në det duhet patjetër të jenë në një ekuilibër me këtë dinamikë. Në fund të ditës, të gjitha këto efekte pastaj transferohen tek jetëgjatësia e atyre investimeve që janë në Bregdet, tek cilësia patjetër e turizmit, edhe tek perspektiva e zhvillimit që
që Shqipëria ka. Kjo është pak a shumë. Si mendona, ka një korelacion të drejtpërdrejtë ndërmjet zonave më me risk për përmbytje dhe vijës më të impaktuar për sa i përket erozionit bregdetar? A mendon që janë pak a shumë e njëjta hapësirë lineare, e njëjta vijë bregdeti që rrezikohet, sikurse edhe me zonat më me risk? Sigurisht kur flasim në zonat më me risk, hym akoma më thellë në pjesën toksore. Por në qoftë se do qëndrojmë thjesht në linearitetin apo vijën bregdetare, mendon që ka një lidhje të drejtë? Bjem dakord tu që 150 kilometra vijë bregdetare është goxha impaktuar nga Nëse flasim për përmbytjet, marrin parasysh edhe ne karakterin ranor, kemi filluar në atë kohë implementimin e kërkesave të direktivës të BE-s për përmbytjet, ku fillimisht u identifikuan 46 zona me potenciale me risk të madh kundrejt përmbytjeve në gjithë 7 lumenjtë që ne kemi. Faza e dytë e këtij procesi është përgatitja e hartave hazard map për të kuptuar gjurmën ku përmbytja shkon. Më pas hartohen hartat e riskut nga përmbytjet, ku vendoset infrastruktura brenda këtyre footprinteve të përmbytjeve, dhe më pastaj hartohet plani menaxhimit si dokument integral që duhet përfshi masat nga të gjithë aktorët në funksion të uljes së dëmeve, po dhe të menaxhimit të rreziqeve në të ardhmen. Kjo është konteksti institucional. Për herë të parë është miratuar në vitin 2024 plani menaxhimit të përmbytjeve për zonën e Nën Shkodrës dhe janë në proces me sa di nëpërmjet një mbështetje të Bashkimit Evropian, hartimi i planeve të menaxhimit, po dhe këtyre hapave të tjerë për gjithë zonat e tjera të mbetura të Shqipërisë. Kjo nuk besoj se është zgjidhja përfundimtare e problemit, por kjo është një nisje e mbarë, si thua, në vënien në vijë ose në atë kornizën bazë të marrjes së masave institucionale, ligjore. Sfida mendoj është më pas që të gjithë institucionet dhe aktorët e përfshirë të marrin seriozisht këto dokumenta. Ato nuk janë dokumenta që i përkasin një institucioni të vetëm dhe duhet të qëndrojnë në dollap dhe pastaj secili të vazhdojë atë punën e vet pa u integruar. Pra, hartimi është një proces, po zbatimi pastaj është faza më e vështirë. Duhet detyrimisht që të gjithë planifikimet buxhetore të ndërlidhen dhe prioritizohen me këto masa. Pra ka sot aktualisht patjetër që investohet, patjetër që ka buxhete dedikuara. Po duhet që këto buxhete nesër të orientohen sipas tyre për të parë dhe një efekt integral, për të ditur se ku kjo mbështetje jep një efekt të caktuar në një masë të caktuar. Kjo është pak a shumë. Në zona të cilat janë me risk përmbytje, dhe patjetër që janë pjesët fundore të lumenjve, përfshirë deri në derdhjen e tyre në det, dhe është e padiskutueshme që gjithë kjo dinamik, gjithë këto ngjarje katastrofike që ndodhin, ka një efekt të drejtë për drejtë në dinamikën e vijës së bregdetit, pasi ndryshojnë dinamikën e sedimenteve në vijën bregdetare. Kjo është gjithë mekanizmi se si ndryshon vija e bregdetit. Fole paksa për bashkëpunimin ndërinstitucional, ndërsektorial, si e shikon paksa edhe më gjerë edhe më lart, më vizionare, nëse do themi në nivel Ballkani, në nivel Mezeu, është i nevojshëm një bashkëpunim i tillë që të parandalohet si efekti i rrezikut ndaj përmbytjeve, po edhe erozionit bregdetar, siç janë të lidhura, të ndërlidhura këto dy fenomene, po edhe katalizatori që janë ndryshimet klimatike. Si e shikon, apo vështirë duket? Ne nga vendet fqinje nuk mund të them që jemi të pozicionuar në formën që mundet vija bregdetare të ndikohet nga vendet fqinje, pasi nuk kemi lumenj ose diçka që na prish dinamikën nga anë e tyre, por ne ndikohemi nga dinamika e vet lumenjve, pasi shkarkimet e tyre ose aktivitetet që bëhen në territorin e vendeve fqinje ka një efekt në lumenjtë tanë, i cili transferohet pastaj në vijën bregdetare. Mund të them vetëm një element që lidhet me ndarjen e kufirit me malin e zi, çështje ndoshta hot për të prekur, por që vija e lumit
në pjesën e kufirit me malin e zi është dhe vetë sipas konventave vija e kufirit. Kufirin Dhe dinamika e vet lumit nesër mundet të indikoj vet vijën e kufirit. Ky interpretim transferohet deri në kufirin detar më pas, i cili nga dinamika e vet lumit përcakton edhe kufirin detar që ti do ndash me malezis. Ky është dhe efekti impakti që akoma më i mirë. kemi në kontekstin ndërkufitar, do thoja unë, të dinamikës së brigjeve, përfshirë këtu dhe vijën bregdetare. Arduen, si e shikon këtë të ardhmen? E kam parë te këto dokumentat që ju keni ko-draftuar, ko-përpiluar bashkë me kolegë të tjerë, bashkë autorë të tjerë. Si e shikoni këtë të ardhmen, nëse ka masa që vlejnë që duhet të ndërmerren për sa i përket edhe çështjes së rrezikut ndaj përmbytjeve, po edhe unë të shikoj pak të lidhur pak këtë temën e rrezikut të përmbytjeve edhe me erozionin bregdetar. Qofshin këto masa green, grey, të integruara, si konceptoni ju apo çfarë nocioni i jepni? Në vizionin tim duhet të shohim në dy nivele. Në nivelin e kontekstit planifikues dhe të politikë bërjes, neve duhet të shohim makro, pra të shohim gjithë panoramën, të mos shohim elemente fragmentuar. Këtë mendoj e bëjnë planet. Në të gjitha Kur seritë e vim podcastit, këtë të njëjtën që kemi thënë, që nuk duhet parë as pak e segmentuar apo izoluar. kur vim tek konteksti i zbatimit të masave, kuptohet që ne jemi një vend i vogël, një ekonomi në zhvillim, patjetër me shumë hallë dhe prioritete të ndryshme nga këto që janë deri diku të prekshme, por afatgjatë, nuk është diçka që e shef nesër, do presësh një vit që ti ta shohësh efektin. Patjetër që nuk ka buxhete të mjaftueshme për t'ju përgjigjur nevojave. Po nga ana tjetër duhen të filluar ndërhyrje vizionare të menduara ku janë të ndërlidhura me efektin që ato kanë, sepse në shumë raste shumë individ ose biznese patjetër nisur nga nevoja e tyre për të mbrojtur pronën, kanë bërë ndërhyrje individuale, po këto ndërhyrje individuale nuk janë forma e durë për të zgjidhur problemin. Pasi ajo mund të mbrojë atë territorin përpara hapësirës që ai administron, po mund të ndikojë 10 të tjerë nga mbrapa, të cilët nuk ishin të rrezikuar më përpara, po kthehen një rrezik si shkak i një ndërhyrje të pa menduar mirë në kontekstin e zonës. Dhe neve gjithmonë kemi këmbgulur që të mund të bëhen studime të paktën në kontekst gjiresh, pra të dimë që një gji i caktuar ka 1 2 3 4 probleme zona ku janë rrisjet dhe ndërhyrjet efektive për të mbrojtur këto zona me më shumë risk janë në këto lloj forme dhe në këto lloj zonash. A mendon se ka një rast suksesi nga niveli ndërkombëtar që mund të përdoret për sa i përket edhe erozionit bregdetar që mund të përdoret si shembull i mirë? Po vetëm Italia besoj që është vend i fqinjë me ne sepse më tepër është zona e bregdetit Adriatik që është e rrezikuar, që është zonë e shesht me formacione ranore, jo shkëmbore, e cila patjetër është më e ekspozuar. Italia ka shumë zona dhe infrastrukturë për të marrë shembull në kuptimin e mbrojtjes nga deti, qoftë me ato skolierat gjatësore që ata kanë bërë brenda në det, qoftë me mbrojtjen e formës tjetër që ata kanë bërë është një model që neve mundet të kemi dhe shumë të prekshme deri diku, dhe nga përputhja e kulturave dhe gjithë elementeve të tjerë historikut. Edhe marrëdhënieve dhe bashkëpunimi që kemi pasur ndër vite. Po si fillim duhet bërë një studim, të cilin ne nuk e kemi. Unë disa herë kam marrë iniciativë për të shkruar një fish projekt për këtë gjë, qysh tek Ministria e Mjedisit në atë kohë 2012 kemi bërë një fish, po që nuk ka gjetur mbështetjen ose pjesën e financimit në prioritizimin e gjërave për ta bërë të paktën një studim e pastaj hapa sapi për të bërë zbatimin, pasi studimi është diçka tjetër dhe zbatimi është një sfidë tjetër që mund të bëhet edhe me faza patjetër, po duhet të jetë i qartë se ku e jep efektin. I matshëm. E ke për erozionin bregdetar.
Jo, në kuptimin e vendosjes së të gjitha gjërave. Pra, vendosim një tull sepse kemi sot vetëm mundësi për një tull, por këtë tull unë e vendos në vendin e duhur, nuk e vendos në vendin e gabuar. Në fakt, nga ky workshopi që patëm para disa ditësh, që dhe juve ishit të ftuar, por që nuk arritët që të vinin. Komuniteti, paktën komuniteti si rezidencial, po edhe i bizneseve, ra dakord në këtë pikë që të gjithë ne kemi marrë zgjidhje individuale. Ne nuk tham që janë më të mirat, nuk pranuam kur që janë më të mirat, por kundrazi ne e dim edhe efektin negativ. Madje ka ndalë edhe në prononcime në dokumentar të ndryshëm që ne e dim efektin negativ që këto zgjidhje që ne kemi ndërmarr si individ, si pronë, si biznes kanë impaktuar ose biznesin pasues. Janë deri në këtë pikë janë shumë të vetëdijshëm për veprimin apo për masat që ata kanë marrë, por janë edhe goxha të hapur ose goxha bashkëpunues do thoje që të ulemi të gjithë bashkarisht edhe të bëjmë diçka që ka lidhje me si me erozion bregdetar, sepse prek mundësisht edhe komunitetin edhe rezidenciale, kemi thënë disa herë në të gjitha seritë e podcasteve, por edhe biznesin dhe impaktet edhe ekonomike, sociale, natyrore janë të larta. Besoj që bjem dakord që edhe kërkimi shkencor, edhe inovacioni duhet eci paralelisht me këtë studimin që ju thatë dhe që besoj që boshllëku më i madh qëndronte ndërmarrja e këtij studimit e disa planësh ndërinstitucional për sa i përket erozionit bregdetar. Domethënë të gjitha njësitë publike, private të ulen edhe të bashkëpunojnë në ndërmarrjen e këtij studimi të fizibilitetit edhe më vizionare. Shumë e qartë, por patjetër që çdo proces duhet të ketë një kokë. Dikush duhet të marrë leadershipin e procesit. Është në fakt. Edhe më pas duhet që të ftojë dhe të integrojë gjithë aktorët. Kjo është detyruese. Patjetër që sot zhvillimi dhe orientimi ka shkuar drejt masave nature based solution dhe green grey solution. Mund të bëhet një kombinim shumë interesant i masave që vijnë nga natyra, bazuar në natyrë, qoftë edhe me bimësinë e vijës së erës që mund të mbyllet, qoftë edhe me dizenjimin e formës së vendosjes të mbrojtjes, ka pafund eksperiencë. Universiteti i Delfit në Holland, ata janë vend elitar për menaxhimin e ujit në Europë të paktën, për faktin sepse natyra i ka detyruar që të përballen me fenomene, kanë gati 1/3 e territorit të tyre në nivelin e detit dhe ja kanë dalë që të jenë një vend mbi nivelin e detit. Një vend mbi nivelin e shumë vendeve të tjera të Europës. Dhe në një konferencë që në një forum që unë kam marrë pjesë 2020 vitin e kaluar, ishte një profesor holandez i cili kishte bërë një studim të dinamikës vijës bregdetare në shumë pothuajse në gjithë botën, duke bërë krahasimin e ortofotove për periudha të ndryshme. Dhe tregonte tendencën dhe dinamikën që ka në disa vende duke avancuar toka dhe në disa vende duke avancuar deti kundrejt tokës. Patjetër që edhe Shqipëria duhet të avash të bëhet pjesë e këtyre platformave, të jetë aktive në kontekstin e ndërveprimit, pasi shkëmbimi i eksperiencave është besoj elementi kryesor për të pasur sukses. Arduen, ne avash po i afrohemi fundit. Unë gjithmonë e mbyll me një mesazh. Pak a shumë këto mesazhet janë në të gjitha episodet përafrojnë me njëri tjetrin, me të gjithë folësit, sepse ju vini nga sektori publik, vini nga sektori privat edhe janë të ndërlidhura shumë gjërat. Kështu që nëse do kishte një mesazh për adresimin, për ndalimin e fenomenit natyror të erozionit bregdetar, se si mund të arrijë ndonjë mesazh për flas për vendimarrjen, politikbërjen, si në aspektin që përmendët paksa edhe më përpara për ndërmarrjen e një studimi, diçka ndoshta edhe për komunitetin lokal, të gjithë aktorët, instancat lokale, qendrore, bashkitë,
të gjithë zinxhirin e instancave, AKPT, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, AMP, komuniteti i bizneseve, e kështu me radhë. Ah, E vështirë, ë. jo, nuk është e vështirë, do mundohet, po nuk të gjitha këto unë nuk i adresoj dot me një qasje të vetme, pasi ajo gjëja kryesore që ju po bëni dhe mendoj që është shumë pozitive dhe vlerësoj shumë është ngritja e zërit. Dhe kjo është një element që është i domosdoshëm në shoqërinë ku neve sot jetojmë, ku promovimi i problemeve, çuarja e mesazhit është shumë e rëndësishme për të dëgjuar nga të gjithë aktorët dhe për të kuptuar në kontekstin e rëndësisë që ka. Burimet ujore në Shqipëri kam përshtypjen nuk janë kuptuar ende sa i përket rëndësisë, pasi jemi një vend që kemi shumë ujë në dispozicion, po për ditë po përballemi me sfida të përmbytjeve dhe të thatësirave. Do thoya 1/3 e ekonomisë tonë bazohet tek burimet ujore, ku mund të lidhet pjesa e hidroenergjisë, ku ne kemi bazën e prodhimit, sigurimit të energjisë për nevojat tona, po shpesh edhe për të eksportuar. Është pjesa e bujqësisë, si një generator kryesor i ekonomisë shqiptare, po edhe turizmi e ka të padomosdoshme. Zonat turistike vizitohen, janë të bukura aty ku ka ujë. Atje ku nuk ka ujë, nuk ka bukuri edhe në kontekstin turistik. Kështu që kjo është një thirrje që sa më shumë vëmendje tek burimet ujore, aq më të qëndrueshëm jemi në kontekstin e zhvillimit, po edhe në ruajtjen e vlerave që ne kemi sociale dhe kulturore, po edhe mjedisore, patjetër. Ka një rëndësi të madhe sot mjedisi për të gjithë, pasi lidhet drejt për drejt me shëndetin e gjithë secilit në fund të fundit. Kjo është pak a shumë që mund të them. Komunitetit patjetër që do ta përkrajaj që të vazhdonte dhe ta ngrinte zërin akoma më shumë se sa mundet, dhe të gjej format për ta komunikuar sa herë që t'i jepet rasti në të gjitha ato strukturat, mundësitë e komunikimit që ata mund të kenë. Besoj një shtytje nga të gjitha anët mundet të marrë një vëmendje të nivelit që duhet për këtë problem. Por ka është shumë e rëndësishme të kuptohet thelbi i problemit, sepse nëse do merremi vetëm me një gjë, me një copë të puzzle-it, nuk e zgjidhim dot të gjithë. E rëndësishme është kuptueshmëria e të gjithë panoramës që të mund të kesh zgjidhje efektive. Në të kundërt, do bësh përpjekje që janë të përsëritura, dikush ka bërë një hap dhe e ka lënë në mes, dikush tjetër ka thënë një fjalë dhe nuk ka vazhduar më, dikush ka pas iniciativë po e ka ndërprer, që i duhet një qasje gjithëpërfshirëse që t'i japi një zgjidhje totale përfundimtare këtij problemi. Mirë e koordinuar dhe Absolutisht. Okej, të falenderoj. Arduen, nuk e di nëse ke diçka tjetër për thënë, po ka pak a shumë i kopsitëm për të dhënë zgjidhje, nuk mund të themi që mund të japim ende, domethënë në këto lloj platformash, por mund të japim zgjidhje në nivel zëri, në nivel amplifikimi, në nivel promovimi të çështjes, të gjës, të fenomenit, të sfidës, sepse praktikisht këto janë edhe sfidat më aktuale, dhe pastaj kalojmë edhe bëhet edhe më e rrezikshme situata kur kalojmë në rastet e katastrofave natyrore, extreme weather events. Të falenderoj shumë që ishit me neve në këtë seri, dhe besoj që do kemi edhe platforma të tjera për diskutuar, qoftë në formatin e një dokumentari, e një spoti, apo dhe në nivele workshope, se si mund të shkëmbejmë këto ekspertizat edhe profesionalizmin tuaj për ta përcjellë te komuniteti apo edhe te aktorët e tjerë. Ju faleminderit të gjithëve, isha me inxhinierin Arduen Karagjozi dhe e falenderoj shumë për të gjithë mesazhet që përcolli edhe informacionin, database-in e tij për sa i përket edhe menaxhimit të burimeve ujore, sikurse edhe me mbylljen shumë të mirë që i bëri, që nevojitet një planifikim sa më i mirë menduar, i mirë koordinuar dhe sigurisht disa planësh.
dhe me një vizion dhe lupë shumë të gjerë dhe vizionare. Mirupafshim dhe dëgjohemi në episodet e tjera. Ju faleminderit.